A keni provu ndonjëherë ëmbëlsirë me hurma? Shkojmë ta provojmë. Hurma do t'i mbushim me gjalp kikiriku, festek të pluar, kadajef dhe në fund i lyejmë me çokoladë. Vazhdojmë prerjen, ja hekim farat. Hedhemi sasi të margarinës po. Hedhim tash kadajifin për skuqje. Tash e hedhim kremin e kikirikut edhe festekt. Tash vazhdojmë me mbushjen. Edhe i hedhim këtu. Tash e hedhim çokoladën me shkri këtu. Tash i zhytëm çokoladë edhe i qesim pjatë këtu i përgatisim. Kjo është finalja e ëmbëlsirës me hurme, vetëm lihet në frigorifer për ngrirjen e mu ngri çokolada pak. Nëse ju përgatisni, ju bëft mirë. Shënjestër.net